Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin kosovar HH 51 vjeç pasi djenë aksin rrugor. Kryebush Admit, duke drejtuar automitin në gjën Deuri, ka ndërprer rrugën e automitit me drejtues shtetasin EP 75 vjeç, banues në fshatin Juban. Sipas së ndëmtuar le drejtuesi automitit EP së bashkëshortën e tij, shtetasen SHP dhe mbesa tij emitër, të cilat ishin pasagerë në automjet, pasi kanë marrë mjekim ndohen në banesë jashtë rrezikut për jetën. Oficierët e policisë gjyqësore frumëtal në prokurori nisi procedimi penal për shtetasin Vesha 24 vjeç, banues në Dibër, pasi djenë aksin rrugor Shkodër Moriçan ka humbur kontrollin mbi motomitin që drejtonte dhe sipas së është përplasur me automitin me drejtuese shtetasen DMB 25 vjeçë, banuesin e fshatin Oblik. Sipas së është dëmtuar le drejtuesi motomitit shtetasi VSH. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasin DT 40 vjeç pasi ka kërcënuar me fjalë dhe ka ofenduar pranë banesës bashkëshortën e tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtje. Po këta specialist e refrumëtal në prokurori nisi procedimin e gjendeli për shtetasin me 30 vjeç pasi duke drejtuar automitin e tij, nuk i është bindur urdhri të punonjësit të policisë për ndaluar. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe refrumëtal në prokurori nisi procedimin penal për shtetasin GP 49 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa lenë për kacë. Po këta specialist e refrumëtal në prokurori për njoftim fakti pasi dje është dërguar në spitalin Al Shkodër shtetasi AD 40 vjeç, i cili ka konsumuar mbi dozën e caktuar të medikamenteve që trajtoi për depresion dhe i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve, ndërkohë me datë 5 prill në fshatin Barzol Vojdes dyshose për shkak të linjës elektrike të vjetër dhe të amortizuar të fshatit ka rënë zjarr në një zonë mali të shpëllzuar ku janë ndjekur barishte, shkurrë dhe ferra.